Përshëndetje. Sot po fillojmë me shpjegimin e punëve me dorë, në të cilat bëjnë pjesë grepi, suvajka dhe shtizat, po për momentin ne nuk i kemi këtu. Si fillim, për të punuar me grep, duhen disa lloj numrash. Në qoftë se ne do punojmë me pambuk 5 vjeç ose 6 vjeç, na duhen grepa të madhësisë 22, 20 ose 18. Në qoftë se do punojmë me fije DV, si puna e kësaj këtu, ne na duhet një grep numër 3. Në qoftë se do të punojmë me fije më të trash, si kjo, na duhet një grep numër 4. Në qoftë se fija është e trash, ne nuk mund të punojmë dot me grep të hollë, si punë e këtia, sepse punimi na del shumë i shtrënguar edhe nuk duket se çfarë modeli mund të bëjmë. Atëre, marrim grepin numër 3 dhe fillojmë shpjegimin se si do punohet me grep. E mbledhim këtë fije në gisht, marrim grepin dhe fusim tek fija, e mbajmë me gisht, fijen e vogël e kapim me 2 gishta, e përdredhim në këtë pozicion, e kapim lakun, e nxjerrim, e fusim dhe një herë, marrim lakun dhe e nxjerrim, dhe këtë fijen e vogël që e mbajmë me gisht, e tërheqim që lidhet, që bëhet nyje, që mos të na shqepet. Nuk po shikojmë neve aty, zonja Luiza. Ja. Mund të përsërisët edhe një herë? Po. E kemi mbledhur fijen këtu. Marrim grepin, e vendosim në këtë pozicion. Dhe e mbajmë me gisht. Këtë fijen e vogël e mbajmë me 2 gishtat këtu. E shikoni? Po, tani e shikojmë që. Tani grepin e përdredhim në këtë pozicion dhe mbajmë me 2 gishta fundin. Marrim një lak, e nxjerrim. Marrim një lak tjetër, prap e nxjerrim. Dhe tërheqim këtë fijen që kemi mbajtur me 2 gishta. Po, kështu. E pam, po. Dhe tani vazhdojmë me zinxhirin. Ne mund ta bëjmë. Pra, ky punimi që jeni duke shpjeguar ju quhet zinxhir. Zinxhir që fillon punimi i parë se si punohet grepi. Dhe pra, duhet të bëjmë këtë punim që të fillojmë një punim me grep, një model të nxjerrim. Po. Dhe marrim zinxhirin. 1, 2 dhe mbajmë me dorë, shoqërojmë. 3, 4, 5, 6. Ne zinxhirin mund ta bëjmë të madh, për shembull, sa mund të kemi modelin. Mund ta bëjmë me 10, mund të bëjmë 20, mund të bëjmë me 30. Ne mund të bëjmë dhe 30. Pra, ky ishte mësimi për sot. Kush ka dëshirë? Ky ishte mund të praktikohet. Kjo ishte mësimi se si punohet me grep dhe si fillohet puna me grep në fillim. Në fillim. Ja ta shikojmë nga afër të. Në fillim duhet të fillojë zinxhiri, ja. Në këtë pozicion punohet zinxhiri. Po, pra, ata që kanë dëshirë që të mësojnë, duhet të bëjnë këtë praktik. Po. Të mësojnë këtë në radhë të parë. Po, në radhë parë do të mësohet kjo. Pastaj, radhës tjetër, ne do të mësojmë se si bëhet mbushja. Po. Pastaj do të mësojmë se si bëhen kutijat. Dhe më vonë pastaj ne do të mësojmë se si mund të nxjerrësh një model për të punuar. Si mund të bësh një lule, si mund të bësh një papuçe, si mund të bësh një gjethe. Për sot e mbaroj mësimin me kaq. Shifemi radhës tjetër. Mirupafshim.